Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dërguar një letër ngushëllimi familjes së Hashim Thaçit për ndarjen nga jeta të babait të tij, Haxhi Thaçi. Në një postim në Facebook, teksa ka bërë publike letrën e dërguar familjes Thaçi, Kurti shprehet se Haxhi Thaçi do të kujtohet gjithmonë për urtësinë, respektin dhe dashurinë e madhe për Kosovën. E nderuara familja Thaçi, na pikëlloi shumë lajmi që më i dashuri juaj, Haxhi Thaçi u nda nga jeta, do të kujtohet gjithmonë për urtësinë, në respektin për të tjerët dhe dashurinë e madhe për vendin. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe timin, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta juve, dashamirëve të familjes tuaj dhe miqve të ish-presidentit Hashim Thaçi, u pret në paqe, thuhet në letrën e Kurtit. Të shumta janë reagimet pas ndarjes nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ishte para që shpreh ngushëllimet e saj për ndarjen nga jeta të babait të Thaçit. Në një mesazh ngushëllimi, Osmani ka cilësuar humbjen e një prindi si një dhimbje të pamajshme, që lë një boshllëk të pazvendësueshëm tek të dashurit. Me pikëllim mësuam lajmin për ndarjen nga jeta të zotit Haxhi Thaçi, babait të ish-presidentit dhe ish-kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Hashim Thaçi. Humbja e babait është dhimbje e pamajshme, e cila lë boshllëk të pazvendësueshëm tek më të dashurit, ka theksuar Osmani. Ajo ka shtuar se kontributi dhe dashuria e Haxhi Thaçit për atë do të mbeten otërfyes dhe kujtim krenarie për të gjithë ata që e njohin. Presidenti Osmani ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta në emër të saj dhe të popullit të Kosovës. Kontributi dhe dashuria e tij për atë unë shpresoj të zhndrohen në udhërrëfyes dhe kujtime krenarie për të gjithë ata që e njohin. Në emrin tim dhe në emër të popullit të Kosovës ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta ish-presidentit Thaçi, gjithë familjes Thaçi, si dhe miqve e të gjithë të afërmëve të zotit Haxhi Thaçi, shprehet Osmani. Në fund, presidentja ka nënvizuar se kujtimi për të do të jetë i përjetshëm dhe i lehtë i qoftë dheu i Kosovës. Edhe kryeparlamentari Glauko Njufca ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit. Ai ishte i pari nga radha televizijës vetëvendosje që shpreu ngushëllime për ndarjen nga jeta të babait të ish-presidentit. Konjufsa përmes një postimi në Facebook ka shkruar se me pikëllim ka pranuar lajmin për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, me pikëllim mora lajmin se u nda nga jeta Haxhi Thaçi, babai i ish-presidentit Hashim Thaçi. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen të cilët humbën të dashurinë e tyre, qëndrojnë pranë tyre në këto momente dhimbjeje. Edhe pse Haxhi Thaçi nuk është më në këtë jetë, ai do të jetë i pranishëm në kujtimet që ka lënë pas, në zemrat e atyre që e patën pranë dhe ndan jetën me të. U pret në paqe, ka shkruar Konjufca. Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, teksa ka shprehur ngushëllime për familjen Thaçi për vdekjen e babait të ish-presidentit, ka vlerësuar figurën e këtij të fundit. Haradinaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook shprehet se Baca Haxhi e mbylli jetën, duke lënë pas një histori të tërë sfidash e sakrificash. Ai ka thënë se në këtë ditëzie familja Thaçi po përballet jo vetëm me humbjen e njeriu të tyre të dashur, por edhe me mungesën e Hashimit, i cili me bashkëluftëtarët e tjerë po mbron luftën e shenjtë UÇK-s në Hag. Lajmi i hidhur ndarja nga jeta e Haxhi Thaçit, babait të luftëtarit të orëve të para, bashkëluftëtarit tim dhe ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Baca Haxhi e mbylli jetën duke lënë pas një histori të tërë sfidash e sakrificash, por ndarja e tij vjen në një moment edhe më të rëndë për familjen Thaçi. Në këtë ditëzie familja Thaçi po përballet jo vetëm me humbjen e njeriu të tyre të dashur, por edhe me mungesën e Hashimit, i cili me bashkëluftëtarët e tjerë po mbron luftën e shenjtë të UÇK-s në Hag. Në këtë moment dhimbje janë pra mikut dhe bashkëluftëtarit tim, Hashimit, dhe mbar familjes Thaçi. Zoti ju forcoft, ka shkruar Haradinaj. Një reagim për vdekjen e Haxhi Thaçit ka ardhur edhe nga Shqipëria. Në shenjë ngushëllimi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar me një mesazh prekës në rrjetet sociale. Baba i ku krenar Hashim, shkroi Rama, duke shprehur mbështetjen e tij për ish-presidentin Thaçi, i cili aktualisht po përballet me procesin gjyqësor në Hag. Ndërkohë pritet që gjatë ditëve në vijim të bëhen omazhe dhe ceremonia e varrimit të zhvillohet në vendlindjen e Haxhi Thaçit.